mëgjes, koleg. Mirë se keni ardhur në ABC-n e mëgjesit në këtë vigjilje të festës verës. Dhe ashtu siç nuk ka ndodhur asnjë vit, kolegu, Qa ka, kolegu? nuk na ka treguar si përgatiten ballokumet në kushte shtëpie. Do sillte. Me sinin e Bakrit. Si bëhen? Kam 20 vjet i njëjti refren apo rive. Çfarë them? Vetëm pjesën e fillimit. Atëherë do ta them siç e ka shpjeguar një miku im Elbasanas në Itali. E ka shpjeguar italian me italishtin e tij me dialekt elbasan. Okej. Okej, po paremëroj që po improvizoj, nuk e kisha menduar. Kështu që nëse them një fjalë jashtë vendit, s'ka rëndësi. Amala, nuk duhet na ashtu. Paca inda. Po. Atëherë. Më pyeti mua italian, më pyet si përgatitet ballokumi? Buongiorno. Buongiorno, signore. Emret. Buongiorno, signore. Ere, signore. Come si prepara il ballokume? Allora, per preparare il ballokume fresco di Elbasani, che è buono, buonissimo. Ok. Si prende una tengiera grande, tepsia grande, Tepsia, po. che è di Bacrio. Di Bacrio. Po. Ok. Poi si mette tra le gambe. Abbiamo la farina di mais. Po, di mais. Coltivata in campo nella montagna. È buona. È buona. Meglio. Po. Poi prendere uova fresca di contadino. Contadino, po. Sì. E poi il zucchero macinato, tritato bene, come si deve. Ka ti traposhta, po? Non lo so, se volete bollokume imparate l'italiano. Bollokume. No, as balla, as bollo. Bollo. Po ta ulat balla? Non lo so chi è. Non è nella lista. No, è nella lista sicura di Tirana. Va bene. Poi, inizialmente, perché io sono in Italia da qualche anno e so le parole. Inizialmente, po. Un po' di farina prima, poi le uova, poi il zucchero, poi attenzione, burro fresco. Burro fresco, po. Di campagna. Di catunario. Di catunario. E poi? Che noi diciamo tlyn. Ditlyn? Tlyn. Non sei del Elbasan, ditlyn? Sì, lo so. Tlyn. Non siete di Elbasan. Po si thuhet? Siete di Elbasan. Elbasan. Poi tutto questo prima si aggiunge uno dopo l'altro e poi si fa questa cosa qua, la rotazione. Cioè, domanda, con il braccio sinistro o destro? Allora, se sei in governo con il braccio sinistro, capisco. Se sei in opposizione con il braccio destro, se sei centrato... La forza ci sarà qua o qua? No, qua. È qua. Mentale, forza mentale. Poi il brumio. Il brumio. Lo facciamo doppio. Palline. E lo mettiamo in una tepsia 500. Tepsi 500. Ok. Fia 500. Poi lo si mette in forno. Ok. Attenzione perché non si deve bruciare. Ok, capisco. Po me kështu furrë elektrike, furrë druni. Legno? Forno di legna è meglio. Sempre meglio. Faleminderit, koleg. Grazie mille. Faleminderit. Atëherë. Han këto, Han që të shkeme të, do më thonë. Tani, si mund, me dembelizmi këtu në këtë rast nuk ishim lidhje, apo jo? Jo, Lek, sepse kjo ambulsirë kërkon shumë energji. Po pse një dembel quhet dembel Stambolli dhe nuk quhet dembel Fjalavien Cetinje? Ku vajte ku ma gjetë? Ma lezezet njifen, janë kampion. Me gjithë dhe të qojmë një dembel Stamboll. Njëri tha që kishte fitur 11 ditë. E di, po do na e thot në të ardhmë. Dhe këtë se kisha parë. Vazhdoni, jo nuk e kam gjetur unë koleg, se mua nuk më... Të iku telefoni, qa është ai mikrofoni? A ke parasysh
një nga coverat më të famshëm të muzikës rock, që janë Beatles tek ecin në Vizat e Bardha. Në London. Abbey Road. Po, dhe është një nga fotot që ndoshta është bërë ikonike, prodhuar, e tërprodhuar, po t'jenë 4 shoqe, 4 shok. Mundova të. 4 pa një orë, e bëjnë gjithmonë tek Vizat e Bardha. Kemi tentu dhe unë me kolegun ta bëjmë se bëm dot. Na vdiqin ata dy që kishim brapa se na i shkelën. Domethënë po. Megjithatë, të ecësh tek Vizat e Bardha në Londër është më pak e mundimshme se sa në Shqipëri. Po, se janë rrugët, nuk e di. Po. Shumë të ndaja. Është një zoj kolegë mua më ka ndodhur, aty të shkolla baletit, janë ato me kështu. E marrë. Unë se kaloj aty këndoj. Kuptoj, e qartë. Njëjta logjikë. Shumë e bukur. Ti përshtatet situatës. Tani kemi leksion privat për kolegen, e cila dikur të pushon të zemrën pa të folur. Tashmë duke të folur, sepse i merr njerëzit telefon dhe thotë, a do vish në emision? Lodhen shumë, por kam fat. Kam fat, sepse nuk e di, zëri im base i bind. Zëri si do Jo mos vetëm figura. zëri, po ngjyra e syve mbi gjitha. Dhe kolegë, tani ka nisur të ftuarit më marrin direkt me video call, nuk e kuptoj. Një arsye kam, sepse e din që ti ke një lloj disponibiliteti për të larguar, për të takuar jetën me një kufitar. Imagjino, ti që ke 4 vjet e martuar, do të djali 3 vjeç, ne të shesim sikur je beqare. Pse për të ndjell, Për të marrë të Ti pardje ishe tek varimi vjerës, me më. Tronitet se ndoshta nuk je veshur dhe me zeza, duket e bardhë, është iluzion optik. Faleminderit. Na pas të Megjithatë ja të shohim se si mund t'ja pushosh zemrën një djali në video call. Çfarë profesioni ka? Mekanik. Ja, nuk ani në Ke numrin e kësaj gëzyrë. të fundit se ku i ka bëthën, për që në thonjë të kësaj, du ta Ta them pus unë. ku i ka bëthonjë. Nëse, kjo ishte në pikpamjen morale të këtij programi dhe të vijësit dhe reale ishte në një nivel Do thosha që dyshim. dyshim, madje për t'u bindur ne dhe të tjerët mund ta japim dhe herë. Jo. U kuptua mesazhi qartë. U kuptua. Tani, shqiptarët kanë disa karakteristika. Për shembull, ne kemi shpjeguar përpara 2 ditësh, mos gaboj si ecën shqiptari në rrugë, domethënë me Ish kujdesur. po gjitha dallosh, domethënë e kështu. Por ndërkohë shqiptarët kanë edhe mënyrat e tyre për të treguar statusin social. Statusi social i shqiptarit është i thjeshtë. O i fortë, o legend. Nuk ka, domethënë, nuk ka në mes. Nuk ka në mes, domethënë. Dhe për ta treguar që je i fortë, për shembull, ka disa mënyra. Makinë. Për shembull, të bësh tysh nga xhami. Po. Hap derën, vjell, me mbyll prapë, të vazhdo rrugën. Të flasësh në një mënyrë të caktuar, domethënë flas me telefon dhe e mban telefonin. Po, edhe vërtet edhe me dorë nga janë. Në makinë t'ja bësh tjetrit me drita. Nuk ke asnjë lloj urgjenca, por duhet të ikësh shpejt. Të ulësh xhami dhe të vendosësh këngë, domethënë, ritmike. Noisy. Jo vetëm. Ose të vendosësh baladat e macave të Marsit. Domethënë janë gjitha këto. Një mënyrë tjetër inovative që ka dalë kohët e fundit është të ecësh në korsinë e shpejtësisë pa shpejtësi. Pa shpejtësi. Kjo është të mërshme. Mirë, mësuam diçka të re. Kështu janë bërë listat. Paka shumë të shpyra se si i kanë hapur kratë. Ka plot që janë si... I përshëndesim gjithë. Të gjithë të listuarit dhe u themi suksese. Suksese ju arshim për të mira. Bukur. Presi vizita. Presi. Do ju vim. Tani. Por gjithsesi ne do merremi me ata që e kanë lënë Shqipërinë dhe Kosovën dhe kanë ndërtuar perandoritë e tyre jashtë kufive tanë. Në pjesë të parë nga SBA do të kemi Milaim Ukhaxha, i cili është një sipërmarrës dhe nga Kosova e pas luftës ka arritur tek ëndra e tij amerikane duke ndërtuar një rrjet restorantesh të suksesshëm. Dikur ka patur 6, sot ka 3 ua ka shitur punëtorëve të tij që dikur punonin për të, por që ka kaluar një jetë plot peripecira, derisa ja ka dalë. Në vitet 1990 në Kosovën e luftës ai humbi vëllain edhe kushërinë e tij, duke ju besuar familja e të vëllait me 6 fëmijë dhe duke u kujdesur Milaimi për ta, duke qenë djali vetëm, mashkulli vetëm i mbetur në familje, përgjithësisht i kishte 2 fish, por gjithsesi
do na tregoj sot gjithë rrugtimin e Ja tij. ka dalë, bravo qoftë. 3 fëmijë paska vetë. 3 fëmijë, po. Dy çuna i gocë. Po. Dhe kur ka shkuar në fillim në Amerikë, ka punuar në një restorant shumë të njohur, i cili priste klient politikanë dhe aktor të njohur. Ka patur fatin të takonte Hillary Clinton, aktor të njohur De Niro, që i ngjan kolegu, Al Pacino e shumë tjerë, por nuk e ka ndalur kjo gjëja. Jo. Edhe pse ka pasur miqësi me personazhe shumë të njohur, ai ka ulur kokën, ka punuar dhe ka thënë do ta ndërtoj një restorant të tillë vetë. Më pas në pjesë të dy do kemi një bloger, ai është amerikan, por që parajsin e tij e ka gjetur në Shqipëri, pra e kundërta. Për cilën arsye? Ka arsye shumë sepse Shqipëria i duket një vend i paqët, Shqipëria i duket që ka një vend... Që ka me djali, me të drejtë. Ka një vend me njerëz shumë të mirë. Janë bujarë mbi të gjitha. Nuk e vrasin mendje për 10-15 euro. Mik pritës, po. Ai quhet Taylor Thomas, është bloger, po. Blogger, ja. Ka se bën të bloqe. Jo, është bloger, bën video. Në Amerikë, se Amerika është një vend në ndërtim. Jo, po thash, bloqe betoni, ke parasysh? Jo, fillimisht ai ishte nisur për të jetuar në Spanjë, por një miku i tij foli për Shqipërinë, i tha që duhet ta vizitosh patjetër, edhe erdhi, edhe mbeti këtu. Po beqar është? Nuk e kam pyetur me thënë drejtën. Da pyesim sot. Pyete sot. Filloj shiu, koleg. Filloj shiu. Përpara do ta pyesim për gjatësinë, sepse gjatësia është kriteri numër 1. Si 1.83 duket më pyet. Mund duhet 1.78, por do flasim për këtë. Do ta masim. Masim dhe shpatullat për kostumin. Mjafton të di gjatësinë dhe me syrin tim për rroba qepsi me anë të proporcioneve. Rroba qepsi çfarë do ti o koleg? Po ai ka pas rroba qepsi 3 vjet. Jo. Qofse ti nuk di këtë. Qofse ti nuk di këtë. Nuk e di. Un kam qenë prestar. Po çfarë stani ke qenë o koleg? Isha u kallupi. Nese. Edhe po thoja që ka aplikuar për të marrë vizën e përkohshme në Shqipëri. Që qëndroj. Që po, lejen e qëndrimit, vizën e përkohshme. Green card, quhet ndryshe. Ka Shqipëria green card? Ka. Mirë, se dia që funksionon këtu me të drejtën. Mendoja që turistët... Gjithë ata punëtorë që kanë ardhur nga India, Bangladeshi, Amerika, do të thënë janë të prerët 100 green. Ke parasysh ato masazhatore të filipineze? Po. Që punojnë me happy end? Ato të green. Që të mbajnë dhe fëmijët. Kanë ato green. Po. Mirë. Nga Italia do të kemi Alban Ajdinin. Ai në profesion është shofer kamioni, por së fundmi është dhe shpikës. Më në fund. Ai ka shpikur këpucët që lidhen vetëm me një gisht, ka bërë jehon në mediat italiane për këtë shpikje të veçantë. I ka patentuar, po. Duke ardhur ndim personave që nuk kanë mundësi të përdorin. Si puna Luciano, si s'dit lidh këpucët. Në fakt, po, e mendova fillimisht që për Lucianon, për doktorin tonë, do ishin doktorin duhet një shpikje për lidhje pa gishta, pa duar fare. Si fakisht. Po mendon, Alban. Po pse duhet ta bësh të shpikje? Ka këpucë me grifsha, domethënë kështu që Tani janë shumë të vjetra në mod, kështu që këto me një klik mund të lidhesh këpucët. Por kjo nuk do jetë shpikja e tij e vetme. Ai po mendon që të bëj një shuar, fikse zjarri, por që nuk ka as ujë. Si ishte kjo shuar? Nuk jam zgjuar mirë sot, ndjes. Nuk është zgjuar mirë, Ke punu dje deri vonë. Kam patur një brendje, po. Si që po thoja, do të fik zjarin, por që ajo bombula nuk do ketë as ujë dhe as ato shkumën, as atë... Po që do ketë? Nuk e di, është një përbërje që po ta të regoj, nuk quhet shpikje më pasaj, se e bën edhe ti. Jam kurios. Do gatuajmë. Oke, ka prap shpikje të tjera, për le të themi pas. Po le, se i themi rrugës, po. Do gatuajmë. Ndërsa, kemi kadaif me qumësht të kondensuar. Ekmek. Ky kadaifi turk. Janë lot këta? Janë lot e tu, por... Kadaif. Shumë e thjesht, kadaif. Jo, që... Oke, kjo është kadaif... Kjo është kadaif klasik. Klasik, po nuk gjeta. Po ku është qumë që i kondensuar sipër? Tani në mëndje, kadaifi një ku e keni, qumë që n'imaginojeni. Po si duk edhe sot, në që është si ditë vere. Sa të pushoj shiu, do t'i gjoj Marko Mazinin dhe Fedes, ke përësysh kërë e ka të disur atë. Si ka unë. Bela Stronca! Pse më gjem mua? Jo, në asë një mënyrë. E ka vetëm për pjesën Bela. Bela Stronca, ja kushtoj asaj. Kujt? Kujtojt. E di veda jo. E di veda. Po jeni të martuar.
Po kemi pas edhe jetë para martese. Ti jo. Kur kam qenë 8 vjeç.